Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama takon vajzat dhe gratë me rastin e 8 marsit, kërkon angazhim të fortë për fitore në zgjedhje dhe anëtarësimin në Bashkimin Evropian. 8 marsi sjell një atmosferë festive në Tiranë, shumë gra dhe vajza morën lule dhe dhurata në ditën simbol të protestave për më shumë të drejta. Autoritetet bëhen gati për zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë, përfitojnë ata që nuk kanë vitet e duhura as në Shqipëri dhe as në vendin fshin. Shitblerja e pronave ra me 12.5% vitin e kaluar, shkaku bën nisma e parealizuar e rivlerësimit të pasurive, çka solli paqartësi në treg. Në ditën e 8 marsit, kryeministri Rama zhvilloi një takim me vajzat dhe gratë e Partisë Socialiste. Ai kërkoi prej tyre një angazhim të fortë në fushatën e 11 majit për të realizuar jo vetëm fitoren e të majtës, por edhe për të bërë realitet anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. 63 ditë para betejës së zgjedhjeve parlamentare, kryeministri Rama u bëri thirrje vajzave e grave të mbështesin me votë Partinë Socialiste, vetmja forcë politike sipas tij që do të bëjë realitet anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë takimit me vajzat e gratë socialiste, Rama theksoi se në 11 maj Shqipëria ka vetëm një sfidë. Sepse në 11 maj kush voton duhet të ketë parasysh që ka në dorë të bëjë dy gjëra: ose të jap mbështetje Shqipërisë për të vazhduar pa humbur asnjë ditë negociatat për anëtarësim me Bashkimin Evropian, ose votën ta përdorin për ta hedhur në knet. Ndërsa Partia Socialiste po përfundon hartimin e listës së kandidatëve për deputet, Edi Rama theksoi se vajzat e gratë do të kenë prioritet në pjesën e sigurt të listës. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fush që të meritojnë mandate. Ndërsa gratë do t'i ndajmë në dy pjesë. Gratë që do t'jenë nikoqiret e gjithë këtij procesi të 4 viteve të ardhshme dhe që do ta marrin përfaqësimin e Partisë Socialiste me mbështetjen e të gjithëve ne në pjesën e mbyllur të listave, dhe pastaj vajzat që do të jenë pjesë edhe e listave të hapura. Rama shfrytëzoi thirrjen e rivalit politik Sali Berisha për bojkotin e mësimit, për të bërë apel grave se 11 maj duhet t'i japë përgjigje edhe kësaj qasje politike të opozitës. Lajthitja e madhe e thirrjes për të mos shkuar në mësim fëmijët dhe prindrit për t'i mbajtur fëmijët në shtëpi që mos shkojnë në mësim sepse do mbyllet TikToku, tregon në fakt se sa rreziqe tjera mund të presim nga një mendje e ikur për terital. Kryeministri Edi Rama u bëri apel grave të punojnë në këto 2 muaj që Partia Socialiste të shënojë fitoren e 10 në betejën e 11 majit. Në përfundim të takimit me gratë dhe vajzat e Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama ka mbledhur në ambientet e Pallatit të Brigadave antarët e kabinetit qeverisës dhe drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Kjo ishte dita e dytë e takimit të kryeministrit Edi Rama me figurat kryesore të qeverisës dhe partisë dhe në fokus pritet të jetë analiza e punës për secilën ministri. Nga ana tjetër, duke qenë se jemi 2 muaj larg zgjedhjeve parlamentare, pritet të diskutohen edhe sfidat e 11 majit, duke nisur nga vota e diasporës që aplikohet për herë të parë në këto zgjedhje tek fushata në 12 qarqet e vendit. Ministri i Jashtëm Migli Esani shfrytëzoi ditën e ndërkombëtare të gruas për të theksuar rolin e pazëvendësueshëm të grave në diplomacinë shqiptare. Gjatë një takimi me gratë dhe vajzat, ministri solli në vëmendje se sot gratë përbëjnë 60% të stafit diplomatik shqiptar. Sipas tij, gratë shqiptare janë pjesë e pandashme e diplomacisë dhe kanë kontribuar në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, duke hapur mundësi të reja për zhvillim dhe paqe. Ky ndryshim i rëndësishëm është rrjedhojë e përpjekjeve të
vazhdueshme për të krijuar një shoqëri dhe një diplomaci më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Shefi i diplomacisë shqiptare Hasani vuri në dukje se në bisedimet ku përfshihen gratë, paqja është më e qëndrueshme. Sot në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Opozita e quan tubimin e 15 marsit një protest kundër censurës. Duke folur për mbylljen e TikTok, Sali Berisha e krahasoi Edi Ramën me Enver Hoxhën. Berisha nënvizoi se pas 11 majit, Rama do të përballet me disa procese gjyqësore kundër tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale për të bërë apel t'i bashkohen protestës së opozitës kundër mbylljes së TikTokut. Berisha theksoi se protesta e 15 marsit është protestë kundër censurës. Protestojmë për të kundra censurës, mbasi kurrë një kryeministër nuk ka të drejtë të privojë qytetarët e vet nga një mjet komunikimi. Ky bën atë që bënte Enver Hoxha nëse ju kujtohet ju me zërin Amerikës, që i vinte zhurmues në të katër anë apo me televizionet italiane që u vinte zhurmues në mënyrë që njerëzit të mos ndëgjonin të vërtetat nga këto mjete. Në prag të zgjedhjeve parlamentare, Berisha deklaroi se çdo veprim i kryeministrit synon vetëm të mbajë nën kontroll Partinë Socialiste. Së pari po ju njoftoj se po përgatitet që të mos ja marrë kush Partisë Socialiste, por të qëndroj prap kryetari i Partisë Socialiste. Edi Ramën e presin procese ligjore, seri proceses ligjore në Shqipëri, por njeri është më e pror nga gjithë të tjerët, është afera McGonigal. Kështu që mos u çudit që të kërkohet për ekstradim dhe unë ju jap ju fjalen se pa asnjë hezitim do të ekstradohet në Shtetet Bashkuara. Berisha deklaroi se PD e Bashkuar është gati të fitojë në 11 maj, duke ironizuar ish-kryetarin Lulzim Basha. Bashkimi i deputetëve dhe grupit parlamentar ishte vendimtar për forcën tonë politike që të shkojë drejt 11 maj si forcë drejt fitores. Me qenë se po më pyet me emër konkret, përveç Tauland Balls, të garantoj që ai njeri nuk ka njeri tjetër me vete. Nuk ka. As njeri. Naj, demokratë. E shtuna e 8 marsit i mbushi rrugët e Tiranës dhe jo vetëm me vajza dhe gra që festonin ditën e tyre. Lulet ishin dhurata kryesore në ditën që në fakt është simboli i protestës për më shumë të drejta. 8 marsi shënon ditën ndërkombëtare të gruas, që në Shqipëri prej shumë vitesh është shndërruar në një fest. Simboli kësaj dite janë lulet. Rrugët e kryeqytetit u mbushën me gra e vajza që mbanin në duar buqeta, ndërsa shkëmbyen urime dhe përqafime. Gëzuar për gjithë nënat kudo që janë. Trojmë sa male të gjitha. Presin dhe dhurata nga fëmijët. Në fillim filloi që në mëngjes me familjen, buri më solli një tuf lule. Bleva për t'ia dhuruar. Ku t'i adhuroni? Shoqes time. Për gruan apo? Patjetër. Për shumë prej tyre, kjo ditë është gjithashtu një kujtesë e rëndësisë së fuqizimit të gruas dhe rolit të saj në shoqëri. Duhet ta duni veten sa më shumë. Tini të zonjat e vetes. Kudo që janë të gjitha nëna, motra, kudo që janë të luftojnë për veten e tyre. Burrave një këshill, ti kenë kujdes gratë në 8 marsin. Ti bën qefin një ditë, megjithëse duhet bërë çdo ditë, po ta kenë dhe këtë porosi. Për te i dhuratave që u bën nënave dhe grave, 8 marsi është një ditë që gratë e shfrytëzojnë për të kërkuar më shumë të drejta në shoqëri. Në vitin 1908, 15.000 gra marshuan në rrugët e New Yorkut duke kërkuar kushte më të mira pune, paga më të mira dhe të drejtën për të votuar. E që prej asaj kohe, 8 marsi është dita simbole tyre që kujtohet në mbar botën. Gjykata e posaçme ka caktuar masën në arrest me burg për avokatin Radovan Çela, i cili akuzohet nga SPAK
për ndërhyrje në disa dosje, mes tyre dhe ajo e Toyota Yaris. Avokati Çela u dorëzua në Policinë e Tiranës në datë 5 mars, ndërsa paraditjen e kësaj të shtune doli përpara gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë. Mësohet se Çela ka mohuar akuzën, duke thënë se nuk ka patur llogari në Sky ECC. Avokati i tij u kërkoi një masë më të butë sigurie pasi nuk ekziston rreziku i ikjes apo i prishjes së provave, por gjykata lan fuqi arrestin me burg. Ndaj tij rëndojnë 2 akuza: korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë dhe ushtrim i ndikimit të palishëm ndaj personave me funksione publike. Votimi në Parlamentin Italian i marrëveshjes së pensioneve i hap rrugë zbatimit të saj brenda pak muajve. Të parët që përfitojnë janë ata që ndodhen në prag të daljes në pension dhe që nuk kanë mbushur vitet e nevojshme as në Shqipëri dhe as në Itali. Marrëveshja për njojën e pensioneve me Italinë kaloi hallkën më të rëndësishme që është aspekti politik, me miratimin në të 2 parlamentet. Tashmë hapat që do të ndiqen janë procedurial për ta bërë atë të zbatueshëm para verës. Tashmë duhet vetëm në procedura le të themi burokratike, që është kalimi nga Senati në firmosja e ligjit nga presidenti i Republikës Italisë, pastaj janë shkrimet dhe nota diplomatike me disë ministeriet të jashtme respektive, dhe koha e nevojshme që është para që kërkohet për tyr nga momenti i njoftimit në letër me notë diplomatike, koha e hyrjes në fuqi të marrëveshjes është diku tek 1 muaj, mos gaboj. Unë ne besoj shumë shpejt, punë muajsh, do filloj zbatimi real i marrëveshjes. Nisur nga interesi i lartë mbi këtë marrëveshje, kreu i sigurimeve sqaron se kush janë 2 kategoritë e para që do të përfitojnë. Fasha e parë që do të ndikohet më njëherë nga marrëveshja ata të cilët janë gati duke dalë në pension ose kanë dalë në pension. Kanë dalë në pension dhe nuk kanë pasur as 15 vjet në Shqipëri as 20 vjet në Itali. Të dytë janë ata të cilët mund të kenë dalë në pension në Shqipëri, mund të jenë 66 afër 67 vjet, por nuk kanë dalë akoma në Itali sepse nuk kanë pasur 20 vjet të nevojshme, ose nuk kanë pasur 40 vjet sa cakton në Itali. Qëllimi i kësaj marrëveshje është që çdo para e paguar për efekt sigurimi në të 2 vendet të mos humbas. Do ta kuptojnë njerëzit që nëse ke 10 vjet në Shqipëri dhe 10 vjet në Itali, bashkohen këto dhe bën 20 vjet. Dhe me 20 vjet ti plotson kushtin dhe në Itali 20 vjet dhe në Shqipëri 15 vjet. Por kjo nuk do të thotë që këto të 20 vjet do llogariten edhe për pension në Itali, edhe për pension në Shqipëri. Jo. Secili berr varet për kam të veta kemi shprehur jetën edhe popullore. Që do të thotë secili shtet do të paguajë pension bazuar vetëm në ato vite kontributive që është Shqipëri. Nga marrëveshja parashikohet të përfitojnë mbi 500.000 emigrantë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Itali dhe anasjelltas, si dhe për ata italianë që punojnë në Shqipëri. Rivlerësimi i munguar i pronave vitin e kaluar i dha një goditje të fortë tregut imobiliar, shitja e Tiranë me 12.5% dhe shkaku bë ngurimi i klientëve dhe agjensive për të finalizuar transaksionet bankare. Viti 2024 u shoqërua me një paqartësi në tregun e shitblerjes së pronave për shkak të nismës së mbetur pezull të mazhorancës për të ofruar një tjetër fushatë rivlerësimi. Kjo paqartësi solli dhe një rënje të kontratave të shitjes në masën 12.5%. Të dhënat zyrtare flasin se në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës u regjistruan 31.000 shitje pronash, nga 35.000 të regjistruara në vitin 2023. E thënë ndryshe janë mbi 4.500 prona më pak të shitura në tregun e real estate-it. Për agjentët e këtij sektori, shifrat duhet jenë një mësim për qeverinë që të mos krijojë paqartësi në treg me nismat fiskale. Pjesa e rishitjes, pra kontratat e shitblerjes, pjesa e apartamenteve të cilat janë tashmë me një certifikat pronësie dhe hidhen në treg, ka pësuar një rënje prej 12.58%. Deri në fund të nëntorit 2024, tregu i rishitjes ka pasur një ngërsh për shkak të paqartësisë me procesin e rivlerësimit në masën 33%, i cili është zhbllokuar dhe ka arritur të rekuperohet pjesërisht në dhjetor të 2024-s. Shikojmë që pjesa e tregut e cila ka konsumuar prona në ndërtim e sipër, pra prona të reja ose pjesa e tregut e cila drejtohet nga ndërtuesit, ka një rritje mesatarisht prej 20%. Pra ka humbur kjo pjesë e tregut dhe ka kaluar në pjesën tjetër të tregut, pra të pronave të reja. Shifrat janë për kontratat me titull pronësie, ndërkohë nuk ka një statistikë konkrete lidhur me kontratat e porosisë.
sepse është në vullnetin e lirë të palëve të depozitojnë kontratën e porosisë pranë ASHK-s. Pra midis shitësit edhe blerësit apo midis ndërtuesit edhe blerësit. Ndërkohë që janë të qarta statistikat të cilat ka të bëjnë me kontrata e shqiptare për pronat të cilat ka një titull pronësie tashmë. Sa i përket tatim fitimit të paguar, rezulton se janë rreth 55 milion euro të mbledhura. Një shifër kjo që dominon nga kompanitë e ndërtimit, të cilat zënë dhe peshën më të madhe të shitjes së objekteve. Fatkeqësisht pjesa e individëve nga tregu i shitjes përbën vetëm 3% dhe 97% vjen nga pjesa e tregtimit që kanë bërë kompanitë e ndërtimit, pra zhvilluesit e pasurisë paluajtshme. Kështu që gjatë 2024-s është ribër përsëri portofoli. Për muaj me radhë, në vitin 2024, mazhoranca mbajti pezull nismën për të ofruar një fushatë rivlerësimi për pronat, me një tatim të reduktuar. Kjo solli një ngërç në treg. Tashmë është zyrtare, fushata e rivlerësimit do të nisë në 2026-ën, kohë kur hyn në fuqi çmimet e reja të referencës në të gjithë vendin. Policia ka sekuestruar granata dore, municion dhe pajisje të tjera ushtarake në veri të Kosovës. Në fshatin Banjsk, forcat e rendit ishin njoftuar fillimisht nga pjesëtarët amerikan të KFOR-it, të cilët ishin hasur me mjetet të dyshimta në një mullit të vjetër. Pas kësaj është bërë ndërhyrja dhe sekuestrimi i mjeteve të jashtëligjshme. Kjo është hera e dytë brenda pak ditëve që autoritetet kosovare konfiskojnë pajisje ushtarake në veri të vendit. Më shumë se një vit më parë, në fshatin Banjsk mbeti i vrarë shteri Afrim Bunjaku pas një sulmi nga një grup serb ushtar matosur, 3 prej të cilëve u vranë gjithashtu gjatë përplasjes. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.